Në SASS, termi modeli i kutisë përdoret kur flitet për dizajnin dhe paraqitjen e faqeve të internetit. Modeli i kutisë SASS është në thelb një kuti që mbështjell çdo element HTML. Çdo kuti përbëhet nga 4 pjesë: përmbajtja, mbushja, kufit dhe margjina. Ky imazh ilustron modelin e kutisë në SASS. Shpjegimi i pjesëve të ndryshme, nga pjesa më e brendshme në pjesën më të jashtme. Përmbajtja e kutisë, ku shfaqen teksti dhe imazhet. Mbushja, pastron një zonë rreth përmbajtjes. Mbushja është transparente. Kufiri, një kufi që shkon rreth mbushjes dhe përmbajtjes. Margjina, pastron një zonë jashtë kufirit. Margjina është transparente. Modeli i kutisë na lejon të shtojmë një kufi rreth elementeve dhe të përcaktojmë hapësirën midis elementeve. Gjerësia dhe lartësia e një elementi. Për të vendosur saktë gjerësinë dhe lartësinë e një elementi në të gjithë shfletuesit, duhet të dini se si funksionon modeli i kutisë. E rëndësishme, kur vendosni vetitë e gjerësisë dhe lartësisë së një elementi me SASS, thjesht vendosni gjerësinë dhe lartësinë e zonës së përmbajtjes. Për të llogaritur gjerësinë dhe lartësinë totale të një elementi, duhet të përfshini edhe mbushjen dhe kufijin. Gjerësia totale e një elementi duhet të llogaritet kështu: gjerësia totale e elementit gjerësia plus mbushja e majt plus mbushja e djathtë plus kufiri i majt plus kufiri i djathtë. Lartësia totale e një elementi duhet të llogaritet kështu: lartësia totale e elementit lartësia plus mbushja e sipërme plus mbushja e poshtme plus kufiri i sipërm plus kufiri i poshtëm. Shënim, vetja e margjinës ndikon gjithashtu në hapësirën totale që do të zërë kutia në faqe, por margjina nuk përfshihet në madhësinë aktuale të kutisë. Gjerësia dhe lartësia totale e kutisë ndalen te kufiri.